Biznesmeni kontrovers kosovare Krem Luka ka qenë oligarku më i preferuar i ish-presidentit serb Kasapit Slobodan Milošević dhe financuesi i partisë, propagandës dhe dhunës së tij anti-shqiptare, sidomos gjatë gjenocidit në Kosovë. Ai nuk i ka shkëputur lidhjet me pushtetin në Serbi, ndërsa nga qarqet e biznesit dhe qytetarët në Kosovë, ai njihet për mashtrimet dhe zhvatjet financiare e pasurore, por gjithnjë i shpëton dëshkimit, sepse korrupton shefa policie, prokuror dhe gjyqtar. Një nga mashtrimet që ka bërë biznesmeni Krem Luka nëpërmjet kompanisë së tij Dugagjini Invest është ajo për ndërtimin e objektit qendër biznesi dhe banimi të quajtur VRC Prishtina me vlerë 45 milion euro. Krem Luka kishte rënë dakord me ndërtuesin të bënin shtesë objekti, marrëveshje që u firmos para noterit me të gjitha detyrimet, por ai nuk e bëri pagesën dhe çoi çështjen në gjykatë, ku ka pazarxhinjtë e tij gjyqtar që e mbrojtën. Kryetari i gjykatës Hasan Shala, tani avokat, vendosi të mbrojë mashtrimin dhe zhvatjen që bëri oligarku i Miloševićit e Krem Luka, ndërsa kompania kosovare NNP Kristal ka vendosur të bëjë kallëzim penal ndaj Hasan Shalës, që u bë palë me mashtruesin Luka, sepse korrupsioni pandemik ka përfshirë sistemin e drejtësisë në Kosovë, për pastrimin e të cilit vettingu është domosdoshmëri emergjente, mbasi edhe drejtuesi i gjykatës Hasan Shala u bë i famshëm për aferën me skandalin Pronto në Kosovë. Por pas skandalit ai u emërua drejtuesi i gjykatës së apelit, ku i forcoi dhe shtoi më shumë lidhjet e pista me biznesmenin e Krem Luka, i cili sipas burimeve që ka pamfleti ka qenë oligarku që bënte kontrabandë cigaresh me vllain e Slobodan Miloševićit. Fakti është ky: kompania NNP Kristal fitoi procesin gjyqësor ndaj kompanisë Dugagjini Group, por kur çështja u apelua, gjykatësi Hasan Shala e ndryshoi vendimin në favor të mikut të tij Krem Luka, i cili paraqiti në gjyq djalin Korab Luka, akuzën për mashtrim e zhvatje që ngriti Prokuroria Speciale e Kosovës ndaj Krem Lukës dhe e të birit Korab Luka. Gjyqtari Hasan Shala e kundërshtoi, duke thënë se nuk qëndron dhe biznesmeni është totalisht i pafajshëm. Por biznesmeni kosovar Krem Luka, oligark i ish-presidentit serb Kasapit Slobodan Milošević dhe financuesi i partisë së tij, një herazi ortak e bashkëkontrabandist cigaresh me vllain e Miloševićit, është bërë investitor strategjik në Shqipëri. Me vendim numër 71 datë 29 janar 2025 të qeverisë shqiptare, Kryeministri Edi Rama i ka dhënë kompanisë Dugagjini Group të Krem Lukës leje ndërtimi dhe tokë shtetërore falas për ndërtim resorti me pallate, hotel, vila e kazino te zona Mali i Rencit në Shëngjin, me sipërfaqe 5.9 hektar dhe vlerë investimi 70 milion euro, për të cilat nuk ka deklaruar burim të ardhurash.